Obligimi joni është që të bëjmë vazhdimisht thirrje në sunnet, mirë po përhapja e sunnetit nënkupton që në plotëni të zhvillojmë aktivitetin ton në përhapjen e sunnetit. Pastaj në këtë fazë duhet ta kemi parasysh gradualitetin gjatë përhapjes së sunnetit. Duhet të kemi metoda graduale, step by step. Jo për njerë, një djalë vjen në xhami, edhe çka i kishin bërë shkretit. Tha, mësull me marr abdes, mashtinën në xhep, çetfar drunin, misfakin, mi shkurtum pantollat, ma jepen miskin, ma jepen mburojnë e muslimanit, a i tha duhet me marrë një kofert marrë me shku të shbija. Për njerë, për një ditë krejt këto, nuk shkon këto, shëbab, vlazni. Ka gradualitet, të cilën e ka përdor me mjeshtrin më të madhe Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe kjo neve na ka hije. Dhe duhet të shiqojmë gjithnjë me synin e rahmetit. Me mësu se vallahi ne Allahu e din në cilën lugin kishim qenë të shkatrum, mos më kon udhëzimi i Allahut. Edhe ne dikur nuk kemi ditë cili është sunneti dhe çka është sunneti. Dhe dikush na ka mësu, po ti pse s'don me nda këtë mirësitë Allahut dhe me asgjat dorën tjetrit. Dhe a keni pa atë rastin e atij sahabës i cili ka fol namaz, edhe nuk e ka ditë që s'bën me fol namaz, thot s'kom pa mësues më të mirë e më të mëshirshëm se Muhamedi alayhis salam. Ata tjerë kanë qyrë mrëlshëm, po Muhamedi alayhis salam, po ai tjetri i cili ka ardhur dhe ka urinu në xhami, pardon për juve. Po ai treti, po ai katërti, po ai pesti. Domethënë mëshira, gradualiteti, pastaj mesataria dhe urtësia në praktikimin e pejgamberit. Edhe këtu në përmenda në mënyrë sporadike elemente të fanatiklokut që përhapën edhe mesin ton. Do të jemi mesatar në sunetin e pejgamberit. Dhe të kemi urtësi, jo të jemi fanatik. Wallahi i shiqon i ka një 30 ose 40 sunete. Gjitha e fal namazin me përpikri. Me përpikri. Mëson si me lëviz gishtin, si me i lidh durt, si me krejt të në rregull dhe në çështje që duhet t'i dim. Po kur e sheh kur ka jep selam, t'ja nis gibetit, t'ja nis kësaj, t'ja nis asaj, nuk du me në ajo ana e parë nuk nënvlerësohet asnjëherë, sa ajo është autentike, ashtu duhet, për çdo të vogël. Mirë po, jo me i marr sendet në fanatiklëk, edhe jo vetëm në favor të njënës me hum tjetrën. Mesataria dhe urtësia kërkohet gjithsesi në përhapjen e sunetit, në mësimin tjerëve të sunetit që e kemi obligim.